Mungesa e përdorimit të pajisjeve fiskale dhe kasave u ka kushtuar mbylljen për 6 muaj të aktivitetit 4 subjekteve tregtare në kryeqytet. Sipas drejtorit të shërbimit të tatim paguesve Erion Prifti, vetëm në muajin korrik nga Drejtoria e Hetimit Tatimor janë gjobitur për të njëjtat shkelje 120 subjekte. Subjektet që bllokohen sot janë penalizuar në mënyrë të vazhdueshme, ashtu sikurse e parashikon dhe ligji i procedurave tatimore, për 3 herë radhazi në masat 200.000, 300.000 dhe 500.000 lekë të reja, kanë refuzuar përsëri që të përdorin pajisjet fiskale dhe kasat. Në këtë mënyrë administrata tatimore zbaton bllokimin e aktivitetit për një periudhë kohore për 6 muajsh. Nuk është aksioni vetëm, është në vazhdimsi të paktën gjatë periudhës së korrikut. Ne kemi vendosur diku tek vetëm në Drejtorinë Rajonale të Tiranës 120 penalitete për mos lëshim të kuponit fiskal. Në fokus të administratës tatimore gjatë këtij sezoni turistik është monitorimi i aktiviteteve të bizneseve në Bregdetin shqiptar. Gjithashtu, administrata tatimore po vazhdon monitorimin e situatës për sezonin turistik. Prej ditësh neve vëzhgojmë aktivitetet e subjekteve në Bregdetin shqiptar, duke filluar nga Velipoja deri në Ksamil. Të tilla aksione janë vazhduar edhe gjatë Bregdetit për subjektet të cilët nuk janë regjistruar, për subjekte që nuk përdorin pajisjen fiskale, për subjekte që nuk i deklarojnë punonësit, pra nuk paguajnë kontributet të sigurisë shoqërore, pra në mënyrë të plotë nuk zbatojnë detyrimet e tyre ligjore. Gjithashtu, administrata tatimore do të vijojë takimet me operatorët turistik këtë radhë në Vlorë për t'u ofruar të gjithë mbështetjen e mundshme në zbatimin e detyrimeve ligjore, ndërkohë që kërkon mbështetjen e qytetarëve që të marrin kuponin tatimor për çdo shërbim.